20 nëntor, ngriuni, luftoni për vendin tuaj. Është rreth orës 16 dhe Lubia, Rahmetlia, është me çmurin global tek zyra me Meçeut më shumë se 3 orë. Pa logjik. Kemi disa ditë që përmes fokusit kemi thënë Altin, merri pasaportën Belinda Ballukut, mos e lejo ty te zyra saj sepse shkatron provat. Kur ndaj Berishës, një vit ishi të ashpër për qëndrim në balkon, përse falni dikë që ka kontrolluar mbi 5 miliard dollar. Krimi më i madh është pikërisht i Ramës që ka emëruar dikë pa shkollë, pa shkollim, pa përvojë, pa asnjë lidhje me organat, celulet e Partisë Socialiste, Mataharin e Athinës, e cila ka kontrolluar, siç thash, mbi 5 miliard dollar. Fitoria e saj spektakolare në Fier tregon një fiasko tjetër. Zgjedhjet në Fier duhet bërë nga e para. Ka shumë teori konspiracioni, por mbështetja amerikane dhe e SPAK-ut është skajore. Përpara 2 ditësh nxorën një tjetër konspiracion, sikur Belinda Balluku kishte shkuar në Amerikë. Të njëjtat gënjeshtra si Ron Veliaj, kur të gjithë e dinë që u ndaluan në Vjenë. Ju kam thënë që miliona dollar pastrohen jo thjesht si thuhet në Zvicër, por dhe në Manhattan. Por ardhja e zvendësuesit të Escobar në Tiranë, takimi me Dumanin, dha disa indicje që do të ketë arrestime. Unaza po ngushtohet ndaj Edi Ramës. Belinda Balluku nuk ka asnjë merit që të ishte as drejtoresh në drejtorie e jo të bëhej zëvendës kryeministre. A e detyroi kush Ramën për këtë katapultim madhor, cilët janë pas saj lobet e Athinës vetëm, apo dhe struktura tjera. Largimi e saj nuk do të krijojë një problem të madh, sepse nuk përfaqëson asgjë as rrym tek Partia Socialiste vazhduese e Partisë Komuniste. Natyrisht që shumë shqiptarë më pyesin që Donald Trump do të godas Ramën, do ta bombardojë si Venezuelën. Mos u bëni naiv. Rama, duam apo s'duam, është kryeministri i një vendi të NATO-s. As FBI nuk mund të arrestojë nëse vjen në New York, edhe pse e di që ka dosje të mëdha, sepse ka imunitet. Por unë besoj se ose i kanë thënë, ose do i thonë që largohu. Dhe nëse nuk dëgjon, ai duhet ta di mirë se çfarë pret. Trump ka afruar 15.000 trupa ushtarak në Karaibe dhe duket se është gati t'i bjerë Venezuelës. Shumë thonin që po e bënte për të spostuar vëmendjen nga dosja Epstein. Nuk është kështu. Në vitin 1823, James Monroe, një president që kishte i fortë siç është Trumpi sot, doli me atë që njihet doktrina Monroe. Pra, hemisfera e veriut është top e ndikimit amerikan. Anglez, francez, spanjoll, portugez, get out. Sot problemi i madh është trafiku i drogave të rënda që vijnë drejt Amerikës. Janë 4 vende që kryejnë trafiqe: Venezuela, Kolumbia, Ekuadori dhe Meksika. Venezuela dhe Kolumbia, presidentët e majt bashkëpunojnë me kartelet. Sheinbaum, presidente në Meksik, nuk bashkëpunon me kartelet si Macias, por ka frikë ndaj tyre. Zonja duhet t'i jap dorëheqjen dhe duhet largohet. Nëse ke frikë, nuk mund të jesh president. 1/3 e tokave të Meksikës kontrollohet nga kartelet. Në Ekuador luftojnë kartelet, por nuk është e lehtë. Unë mendoj se problemi jemi ne.
duke e quajtur vetëm Amerikan, si në shtetës, problemi është e shoqërisë amerikane. Amerikanët shpenzojnë $100 miliard në vit për konsumim të drogave që vinë nga këto 4 vende. Shumica e konsumatorëve drogës përfundojnë homeless, probleme mendore dhe nuk kanë sukses në ato që quhet ëndra amerikane. Në 5 vitet e fundit, gjysmë milion amerikanë kanë vdekur nga overdose. Pra është një problem social. Fola për doktrinën Monroe, por sot Trump është në atë që quhet doktrina Donroe. Dhe duke ditur burimet e CIA se Maduro dhe presidenti Kolumbias kanë lidhje me kartelet, do t'i ashpër ndaj tyre. Natyrisht që FBI, Don Bongino, Cash Patel kanë informacione pafund për narkoshtetin shqiptar, por natyrisht që qëndrimi i Trump, reagimi i Trump ndaj një vendi të vogël si Shqipëria, që nuk është në hemisferën verior, perëndimore, nuk do të jetë i njëjtë. Por ama me lëvizjet që shikojmë nga SPAK, me sulmet që i bëhet të drejt të 3 kopilave djelzës, duket që synimi është si në Sham, breti. Në qoftë se i rrezon mbretëreshën që nuk ka pasur asnjë aftësi për të ngritur aq lart, dihet që ju kam thënë disa herë, Alibaba me 40 ai dut dhe Alibaba nuk vjen. Nuk ka mundësi. Shikoj reagimet e opozitës, deklaratat propagandistike. Nuk mund të jetë një deputet thjesht si një gazetar, si një vëzhgues. Do të jetë më i thellë. Skandale më të mëdha se këto që po i ndodhen qeverisë Rama nuk ka. Çast dhe moment më të mirë për të ngritur njerëzit kundër tyre nuk ka dhe nuk do të ketë. Paragjykuar dhe qeshët me numrin e vogël të njerëzve përpara kryeministrisë në Berishën, efekti ja ku erdhi. Berisha duam apo s'duam, është kafshë politike. Në kuptimin e mirë të fjalës, siç ka qenë Bill Clinton. Nga të gjitha që janë në skenë, luan më me zgjuarsi, edhe pse në moshë shumë të madhe nga ata, më energjik, dhe e di ka një endgame. Rama s'ka. Ndihesh i zhgënjur dhe të vjen keq nga niveli i deputetëve që shikon në parlamentin shqiptar. Është momenti mbase Rama do t'i zgjuar të triqet vet. Anulloi vizitën që kishte në Manhattan, pra private, në 18 nëntor. Sepse janë këto problemet që po i heqin themelet e kështjellës së tij përërore. Por tek fitimet, as Rama, as ata që krijohen nga ai nuk falin. Natyrisht që një vend i madh si Amerika shikohet si objekt diellor mbështetje për antikomunizmin, antikorrupsionin dhe të gjithë presin nga shtëpia e bardhë. Nuk është aq e thjeshtë. Platforma ti është për të mbështetur djathtën, por duhet të dish vetë ta ndërtosh këtë. Dhe aq më tepër që për interesa amerikanët nganjëherë madhe qëndrime që të lënë në befasi. Rasti që Trump nuk lejoi askënd që të sulmonte princin e kurorës të Arabisë Saudite, duket sikur presidenti i vendit më demokratik në botë mbron një diktator, një kriminal, sepse vrasja e gazetarit president amerikan në Turqi ishte makabre. Unë kam pasur kontaktet e mia me mikun e Fox dhe timin, po them Bolton, dhe më vjen mirë që në këtë rast ambasadori Bolton mbështeti Trump. Realist. Edhe pse është një proces potencial gjyqësor. Lidhur me 11 shtatorin, Bolton i tha që po, ata ishin në shtetet të Arabisë Saudite, por mos ngatroni marrëdhëniet qeveritare dhe individ të veçantë.
unë jam marrë personalisht me atë çështje, thot Bolton, dhe Trump ka të drejtë që mbështeti princin e Kurorës, por jo vetëm këtu, edhe tek vrasja e gazetarit resident amerikan, gazetari Washington Post. Bolton i thot me postin tim të lartë, bashkë me Trump kemi bërë telefonata me teatrin e princit dhe nga dhënat e CIA-s kemi pasur kundërshti. Nuk i kishte të saktë CIA. Princi, thot Bolton, nuk ka pasur një ori për atë vrasje. Dhe unë kam sqaruar këtë me presidentin Trump dhe e mbështes. Këta janë burrat e shtetit që i duhen vendit. Ndaj, Trump po fillon po sillet me diplomaci, duke sjell trilionerin Musk përsëri. Sepse linjat e komunikimit nuk i kishte ndërprer Musk. I mbante me J.D. Vance, të cilin ai e ka sponsorizuar për zëvendës president, dhe me Susan Wiles, shefin e kabinetit. Megjithatë, Trumpi nuk është në pozita të forta, me polë mbështetja shumë e vogël. Ti mund të bësh plan për të dhënë fund luftës në Ukrainë. Ka një plan me 28 pika ku e shkatron Ukrainën. Ushtria e saj do të përgjysmohet, do të lërë territoret e Donbasit, edhe pse 12% i ka, nuk do të ketë mbështetje ushtarake më nga perëndimi. Trump ka drejt. Qeveria e Zelenskit është më e korruptuara në botë. Ukraina është kthyer vendi i parë i prodhimit të heroinës. Trafiqe njerëzore, trafiqe armësh. Armët që shkojnë nga amerikanët përfundojnë tek kartelet në Meksik. Si? Dhe njerëzit afër Zelenskit po blejnë prona në Florida. Në Gaza nuk po ngjet ashtu siç menduan fillimisht. Kriminali Netanyahu vazhdon të vrasë. Por avionët F-35 që Trump po i jep Arabisë Saudite e dobësojnë shumë Netanyahu dhe Izrael. Good. Diçka shumë e mirë. Arabia Saudite është aleat i domosdoshëm për amerikanët në atë vend. Izraeli lufton me lobinjë, kontrollon spektrin majtës e djathtas, por nuk janë aleat real dhe të sinqert me Amerikën. Sa herë që Netanyahu vjen në Shtëpinë e Bardhë vendos përgjues. Njerëz të CIA thonë që ne stakohemi kur në zyrat e CIA me Mossadin. Vendosin përgjues. Dhe dosja Epstein e tregon qartë. Kontrolli që kanë. Pra, nuk mund fitoj zgjedhjet zoti Trump as me Ukrainën, as me Gazën, as dhe me Ballkanin, ose me një fshat vogël siç është Shqipëria. Zgjedhjet i fiton ekonomia. Dhe në qoftë se ekonomia nuk gjan deri prillin tjetër, pa dashje, tha një të vërtet zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, po humbëm Kongresin, Trump dhe shkarkohet në Kongresi dhe fillojnë hetimet. Trumpi e dy mirë. Tishes, nuk lë trashëgimni si president. Janë premtuar 18 trilion dollar nga jashtë. Mbetemi tek premtimet dhe Trumpi detyron aty në tryez e pam dhe me princin saudit që tha 600 miliard, po ta bëjmë 1 trilion e bëjmë, thotë. Nuk është kaq e thjeshtë. Por nga 18 trilion të premtuara, në qoftë se 1/3 hyn në Amerikë, ekonomia do të marrë restart. Dhe kjo do të bënte të mundur fitoren e mes mandatit. Por dosja Epstein, rënja dhe jo mbyllja e qeverisë dënoi, humbi guvernator New Jersey dhe në Virginia dhe në New York erdhi një socialist demokratik për komunistin si Mamdani. Mamdani nesër do të ditë në Shtëpinë e Bardhë dhe thash di pse. Trump kërkon përfitimet tek projektet për shtrahimet e të varfër. Kompania ti do të marrë përqindje se çka të projekte të tjera. Mamdanit i duhen ndihmat federale që janë rreth 20 miliard dollar në vit. Një problem tjetër që MAGA nuk ja fal zotit Trump, u pa në rastin e dosjes së Epstein. MAGA tha jo.
perversët që kontrollojnë do të ndërshkohen. Qofshin shumica demokrat, qofsh ti. Ndaj ai tha votojeni këtë ligj. Nuk kishte nevojë të kalonte ligj në Kongresin Senat. Një urdhër i Trumpit e bënte. Pse nuk e ka bërë? Ai e di. Mund të dëmtohet moralisht, mbase nuk ka krim, por që ka qenë i zhytur tek dosja Epstein dhe deri në gjithë. Diçka tjetër që nuk shkon. Trump kërkon që të rrisë numrin e kinezëve që jetojnë në Amerikë. Janë 300.000 studentë kinezë çdo vit në Amerikë. Ai kërkon që ky numër të shkojë 600.000. Maga nuk e do. Nga këta, të paktën 6 me vetë janë spion. Si ka mundësi avionët, satelitët, trenët, gjasojnë kaq shumë me avionët amerikanë, shpiket amerikane? Po është e thjesht, një idiot nuk e kupton. Këta studentë që vinë janë spionë, ikën kthehen atje, marrin teknologjinë me vete. Dhe duke shtuar 300.000 kinez studentë huaj, ti privon 300.000 studentë amerikanë që kanë për kolegje. Sepse kinezët paguajnë më shumë duke parë pagesa nga shteti i tyre. Maga nuk do ta lejojë këtë. Ndryshe do mbasë zgjedhjet në rëndor. Trumpit vetë mbase nuk e kupton. Tjetra është viza H1B. Viza për njerëzit me talentet mëdha, sportist, artist, dikush që mbaron doktoraturën, ka pasur një numër 500.000. Por Trump dhe J.D. Vance ofendojnë kur thotë amerikanët nuk janë të aftë për shumën e punë. Nuk është e vërtetë. Duke dhënë më shumë vizat kësaj natyre, ti lufton kundra amerikanët që përfundon shkollën, që ka shpenzuar shumë, dhe ti ndërkohë për magën që thon America first. Në qoftë se nuk tërhiqet nga numri studentëve kinez, nga numri vizave H1B, Trump do të humbas. Dhe askush nuk e di se çfarë do të vendosë Gjykata Supreme për tarifat. Trump thotë që po hyn miliarda dollar. Në fakt, miliardat i paguan importuesit amerikanë. Dhe indirekt do të kalojnë tek klientët, tek blerësit. Është një taksë e shtuar. Reagani ka qenë kundër tyre. Por nuk ndodhi katastrofa, siç u tha, as recesion, as luftë të madhe tregtare. Pra, të gjithë ju bindën donit. I vetmi problem që unë shikoj është qasja e tij me Kinën. Ndaj Kinës, një vend që po zhvillohet shumë ekonomikisht, ushtarakisht. Qasja amerikane ka qenë që ne të dominojmë Pacifikun. Kina, sa do të fuqizohet, me dominancën amerikane nuk ka asnjë shans. Sekretari i luftës, që quajnë Exet, pa dashje tha që nuk jemi më për dominancë, po do të jetë balans. Dhe kjo bën nga pazari që Trump bëri me presidenti kinez, sepse donte që kinezët të blenin sojën amerikane dhe të mos ndalonin eksportin e materialeve të rralla. Faktikisht ka të drejtë. Por Kina është rivali real kryesor ndaj Amerikës, jo Rusia që shkon në degradim. Si republikan, si konservator, Trump nuk është tek Reagani, tek Bushët, tek McCain. Nuk do të shkoj tek funerali i Dick Cheney. Dick Cheney është nga njerëzit e ne konservatorëve më tipik të Partisë Republikane. Trump, si populist, mbështodhi një koalicion me magën. Hikja e Trump do të krijojë shumë probleme. Nuk e përballon dot Amerika që menjëherë në shpinën e bardhë bëj një demokrat, që larg qoftë, mund të jetë i orientimit socialist demokratik si Mamdani, janë tre emra të rrezikshëm në Amerikë në teoritë e socializmit që po vjen dhe do të hyjë dhe në votime të tjera. Sandy Berners, Bernie Sanders, senatori, Cortez, e cila mund fitojë në Senat duke hequr shumërin dhe mund të ketë ëndra për presidente. Por ajo që mua e kuptoj që në Shqipëri nuk e njohin Amerikën, dhe shikoj naivitetet më tha, pse të shqenjë disa faqe internetit pa baza.
I thonë komunist Mamdanit. A i thot socialist demokratik, nuk mund, por është më i majtë. Me teza më komuniste dhe socialiste, kryeministri i ri i Hollandës. Madje, open gay. Por ai holandezi është servil në Izraelit, këtu është ndryshimi. BE-ja, Europa njihet për prirjet e majta. Ndaj nuk bëhet dot konkurrent me superfuqinë si Amerika, sepse për plasjet e vogla, stagnacioni ekonomik e ka ndopsuar Europën. Kur Gjermania, që është giganti i Europës, ka 4 vjet që thuajse nuk ka rritje ekonomike, rreth këqija janë mbi Europën. Prishja e shtetkombeve, hapja e kufive, Hedmi Soros e ka dëmtuar shumë. Unë shpresoj dhe besoj se lufta ndaj trafiqeve që bëhet në hemisferën e perëndimore do të dërgojë disa dallë të vogla dhe narkoshtetit këtu. Janë disa shkrime, disa hetime. Rama mund të shkojë barkas të ajo dhalla kosin në Bruksel, po prokurorët e Brukselit kanë gjetur gjëra fakte të mërshme kur lidhet qeveria e tij dhe vetë ai. Nuk ka kuptim. E dim që BE është e majtë. E çuditshme është pije për Italisë, pa asnjë lloj lidhje veçse korrupsion. I thash disa herë që deshte Adams, kryetari i bashkisë në ikje të New Yorkut, që të vinte në jugun e Shqipërisë. Spaku, Altini po hikën, po ai që do të vi hetoni Ramën me jugun e Shqipërisë. Dhe mos dënoni vetëm Belinda Ballukun, por dhe oligarkët që kanë vjedhur dhe thuhet kanë dërguar pagesa si në Zvicër dhe në Amerikë. Për Zvicër nuk jam i sigurt se është sekret i madh, por në Amerikë ka shpatrel dhe Bongjino nuk të fal. Din çdo gjë dhe Rama duhet ta ketë kuptuar që sa herë ai dhe tabori vet vjen në Manhattan, nuk i mbrojnë se mos i vret njeri, por i survejojnë. Të merr pafund apo fundit të merr shumë. Është çasti që edhe në këtë vend vogël në Ballkanit të dalë një shpresë e re, të ndaloj hikjen pa kuptim rreth 1 milion shqiptar të ikur në këtë vend kaq të bukur, mrekullueshëm. Dhënia e shpresës, ndërtim sistemi. Fillimisht me sistemin zgjedhor, që të mos kemi deputet të nivelit Tavlan Balla and Company, por nga të dyja krahat. Niveli shumë shqiptarët meritojnë dhe kanë njerëz shumë herë me nivel më të lartë se kaq. Unë besoj. Natyrisht që duket që mund mos jetë lehtë fillimisht për të gjetur, por ashtu siç del broja në futboll ose talente të tjera që si njifte askush, del dhe në politikë.